Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut është kundër propozimeve të partive politike për mekanizmin e vendosjes me badenter në këtë institucion. Në një konferencë për mediat pas interesimin nga gazetarët, Darko Konstantinovski tha se ky mekanizëm është i mirë për politik, por jo edhe për organet gjyqësore. Është më mirë të mbyllen institucionet sesa të vendoset një mekanizëm i tillë, për shkak se në këtë mënyrë nuk vendosin më argumentet kushtetuese juridike, deklaroi kryetari i gjykatës kushtetuese. Antarët e gjykatës kushtetuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të përçarë për vendosjen ose jo të mekanizmit të badenterit në vendimmarrje. Gjyqtari kushtetues Osman Kadriu kërkon që patjetër të ndryshohet mënyra e vendimmarrjes dhe mënyra e votimit. Nuk ka kuptim që gjykata kushtetuese me shumicë të thjeshtë të vendosë për ligje që sjell kuvendi me shumicë të dyfisht ku votohen me 80 vota ose ligje që miratohen me badenter. Ato nuk mund të abrogohen nga gjykata me 5 vota, u shpreh Osman Kadriu, gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Duhet patjetër të ndryshohet ju lutem mënyra e vendimmarrjes dhe mënyra e votimit. Edhe kemi thënë, asesi është nonsens i kulluar që të mundë gjykata kushtetuese me shumicë të thjeshtë, do të thënë me vetëm minimum 5 anëtar, të vendosë për ligjet që sjell parlamenti me shumicën e dyfisht, 80 vota do të thonë votojnë për, ose ligjin që miratohet me badenter. Ato nuk mundet të abrogohen nga gjykata me 5 vota. Këto duhet të intervenohet në kushtetutë sa më shpejt, të parashikohet një shumicë. Ta politikanët përdorin termin shumicën e badenterit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut i pranishëm në debatin me temë futja e ankesës në gjykatën kushtetuese i kujtoi organit më të lartë gjyqësor se gjatë marrjes së vendimeve duhet të ketë parasysh peshën që ka në opinion proceset shoqërore. Vendimet janë përfundimtare, por dhe vetë gjykata kushtetuese duhet të ketë një gjë të qartë se ka dhe peshë shoqërore, respektivisht ka ndikim në disa procese shoqërore. Mendoj se dhe kjo duhet të merret parasysh kur merren vendimet, apeloi Istra Miskovski. Reagimi vjen në një kohë që gjykata kushtetuese është duke trajtuar çështjet me interes publik si zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Ekonomi. Masat e marra nga Maqedonia e Veriut për uljen e çmimeve të karburanteve ka dhënë efektet e tyre në treg. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale informon opinionin publik se çmimet e karburanteve janë stabilizuar dhe presioni i çmimeve është zbutur ndjeshëm. Përmes komunikimit me kompaninë Okta, Ministria e Energjisë siguroi përmirësimin e kushteve për uljen e çmimeve të derivateve të naftës me qëllim uljen e mëtejshme të presionit të çmimeve mbi qytetarët dhe ekonominë. Përpasoj është informuar se ka një ulje të çmimit të naftës nga 2 deri në 3 denar për litër. Sipas ministrisë dhe ulja e TVSH-s nga 18 në 10% ka siguruar një ulje shtesë të çmimit nga 6 deri në 7 denar për litër. Maqedonia e Veriut filloi zbatimin e masave për uljen e çmimeve të karburanteve. Deri më 6 prill do të zbatohet një normë preferenciale tatimore për 10% për qarkullimin e burimeve të energjisë, njoftoi Drejtoria e Ardhurave Publike në Maqedoninë e Veriut. Të gjithë tatim paguesit që kryejnë tregtime pakisë të karburanteve motorike dhe lubrifikantëve në dyqanet të specializuara janë të detyruar të zbatojnë me kohë listën tarifore nga vendimi, pra të përshtatin sistemet fiskale, listat e çmimeve dhe faturimin me qëllim që të llogarisin, regjistrojnë dhe shfaqin sakt normën preferenciale e tatimit mbi vlerën e shtuar prej 10%, thuhet në deklaratën e Drejtorisë të Ardhurave Publike. Kriza e mundshme e karburanteve vendos në vështirësi dhe institucionet publike të kujdesit shëndetësor në Maqedoninë e Veriut. Fondi i sigurimeve shëndetësore kërkoi nga institucionet publike të kujdesit shëndetësor që kanë aparatura për rezonancë magnetike MRI për të kontrolluar rezervat e tyre të heliumit dhe për të siguruar mënyrë sasi shtesë. Shkak është një ndërprerje e mundshme e furnizimit në tregun evropian, si dhe një rritje e ndjeshme e çmimeve për shkak të tensioneve aktuale gjeopolitike që lidhen me situatën në Iran. Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, deklaroi se apeli është parandalues dhe synon të shmangë problemet e mundshme në funksionimin e sistemit shëndetësor. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon qeverinë se masat e marra për çmimet e karburanteve nuk kanë për synim mbrojtjen e qytetarëve, por të oligarkëve. Sipas zëdhënëses së BDI-s, ndërkohë që në bursat ndërkombëtare, çmimet e derivateve të naftës ka shënuar rënje të ndjeshme prej rreth 10%, qytetarët do të vazhdojnë të paguajnë çmime më të larta gjatë gjithë javës. Komisioni Rregullator për Energjetik zbaton një model të vjetërsuar, të bazuar në mesatarën e javës së kaluar, në vend që të reagojë në kohë. Kjo praktik shkon drejt për drejt në favor të interesave të caktuara biznesore, në dëm të qytetarëve. Prandaj kërkojmë ndryshim urgjent të rregulatorës për përcaktimin e çmimeve. Vendosen e përllogaritjes së çmimeve të paktën 2 herë në javë.
Edhe opozita maqedonase pretendon se masat e qeverisë për karburantet janë të vonuara, nuk do të ketë efekt dhe nuk do të mbrojnë standardin e jetesës së qytetarëve. Nënkryetare e LSDM-s, Jovana Trenčevska, paralajmëroi se rritja e çmimit të naftës do të ndikojë seriozisht në industri, me pasojë një rritje shtesë të çmimeve të ushqimeve. LSDM kërkoi uljen aktuale të TVSH-s nga 18 në 10%, ndryshime dhe plotësimet e ligjit për uljen e TVSH-s për karburantet në 5%, uljen e TVSH-s për ushqime në 0%, për produktet bazë ushqimore, uljen e aksizës me 4 denar dhe përgjysmimin e taksave rrugore, tha nënkryetari opozitares maqedonas LSDM. Deputeti i LSDM-s Fatmir Bytyçi paralajmëron se ulja e TVSH-s për derivatet e naftës është e pamjaftueshme për të përballur me krizën energjetike dhe as nuk zgjidh problemin. Sipas ish zëvendës kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, natyra e kësaj krize energjetike dhe ekonomike nuk shprehet vetëm përmes shokut të çmimeve me të cilin qytetarët po përballen në stacionet e benzinës. Kur një qeveri mendon se ka zgjidhur problemin me një rregullim të vetëm tatimor, ose nuk e kupton krizën, ose po përpiqet ta qetësojë publikun me masa gjysmë të thjeshta, deklaroi Fatmir Bytyçi. Sport. Përfaqësuesi e Maqedonisë së Veriut ka pësuar një humbje të rëndë 4-0 ndaj Danimarkës në Kopenhagen, duke u eliminuar nga gara pas një paraqitje në nivelin e pritur. Nën temperaturat e ulta dhe presionin e vazhdueshëm të vendasve, skuadra nuk arriti të gjejë ritmin në asnjë moment të ndeshjes. Danezët zhbllokuan rezultatin herët me Damsgaard, ndërsa në pjesën e dytë Isaksen me 2 gola dhe Norgard vullosën fitoren bindëse. Mbrojtja e Maqedonisë u shfaqe pasigurt, ndërsa sulmi mbeti i izoluar dhe pa ide konkrete. Humbja e thellë mbylli rrugtimin e Maqedonisë së Veriut, duke lënë shumë pikpyetje për paraqitjen dhe reagimin e ekipit në një nga ndeshjet më të rëndësishme. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.